Pritet 57 vjeçari në fshatin Tale të Lezhës, u qellua me armë zjarri në oborrin e shtëpisë. Autorët dyshohet se janë dy vëllezër, shkak gjakmarrja mes dy familjeve. Humbi jetën në Durrës turisti anglez në gjendje kritike 31 vjeçaria që ishte me të, mbetën në det për disa orë pas defektit në mjetin me të cilin po lundronin. Gjykata e Tiranës la në burg trafikantët e armëve që u kapën me pistoleta dhe municion luftarak. Avokatët e tyre thanë se arrestimi u bë në shkelje të ligjit. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Saga e gjakmarrjes mes dy familjeve që zgjat prej më shumë se 3 dekada shënoi viktimën e radhës. Një burr u qellua për vdekje në oborrin e shtëpisë në Lezhë, ndërsa policia dyshon se autorët janë dy vëllezër që ishin në hasmëri me viktimën. Pjetër Kazës, që u ekzekutua sot në mëngjes, janë vrarë edhe dy vëllezër. Një 57 vjeçar u vra me armë zjarri në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele në fshatin Tal të Lezhës. Nga burimet hetimore, Vision Plus mëson se viktima Pjetër Kaza u ekzekutua brenda oborrit të shtëpisë së tij me pistolet me silenciator pasi nuk raportohet për zhurmë të shtënash. Pjetër Kaza punonte në minierën e Spaçit dhe sipas të dhënave ishte kthyer në banesë rreth orës 1 pas mesnate. Dyshohet se vrasja e tij lidhet me një zinxhir të gjatë hakmarrjesh, që zanafillin e ka në vitin 1994 me vrasjen e Ndue Kazës, i shefi i krimeve në qytetin e Rrshenit, vëllai të viktimës. Autorët e dyshuar të kësaj ngjarjeje ishin vëllezërit Dod dhe Agustin Gjini, të cilët u arratisën pas krimit. Në vitin 1997, Martin Kaza, vëllai i viktimës, ekzekutoi për hakmarrje vëllezërit Gjini në qytetin e Laçit, ngjarje për të cilën u dënua me 22 vite burg. Konflikti nuk u mbyll me kaq. Më 28 prill 2024, në Belgjik u vra një tjetër antar i familjes Kaza, Agustin Kaza, vëllai i Pjetrit. Ai u qellua për vdekje në një lokal shqiptarësh në Bruksel, ku autorët e goditën disa herë në kokë dhe krahëror. 57 vjeçari i vrar këtë të diel është viktima e tretë e gjakmarrjes në familjen Kaza. Një turist humbi jetën dhe një tjetër është në gjendje kritike për jetën, pasi mbetën në det të hapur për disa orë në zonën përballë shkëmbit të Kavajës. Sipas policisë, dy turistë, 34 dhe 31 vjeç, që jetojnë në Angli, po lundronin me jet ski, por më pas ata kanë humbur kontrollin dhe kanë rënë në det. Ata u gjetën nga policia kufitare, por ekipi i urgjencës që po i priste në port, konstatoi vdekjen e 34 vjeçarit. Ndërkohë, 31 vjeçari është dërguar me urgjencë në spital, ku ndodhet në luftë për jetën. Trupi i pajeti i 34 vjeçarit është dërguar në morgun e Tiranës dhe pritet t'i bëhet autopsia. Gjykata e Tiranës vendosi masën e sigurisë burg pa afat për të arrestuarit si pjesë e rrjetit të trafikut të armëve nga Kosova drejt Shqipërisë. Megjithse u kapën me pistoleta të cilat do t'i shisnin, avokatët e quajtën arrestimin të palishëm. Ata kundërshtuan veprimet e policisë, e cila simuloi blerjen e armëve. Policia shtrim tok! 8 të arrestuarit për trafik armësh nga Kosova do të qëndrojnë në burg pa afat me vendim të gjykatës penale të Tiranës. Në qeli do të qëndrojnë Emirel Tusha, Leandro Haxhiaj, Fabrizio Berberi, Ricardo Hajdaraj, Visar Murati, Kevin Faruku, Geraldo Muraj dhe Adriano Shehu. Të 8 të dyshuarit heshtën përpara togave të zeza. Avokatët e tyre pretenduan se arrestimi është bërë në mënyrë të palishme, pasi policia ka simuluar blerjet e armëve. Mbrojtësit ligjor thanë se përmes këtyre veprimeve, uniformat blu po i drejtojnë vetë njerëzit drejt krimeve, ndaj kërkojnë gjykatës faktet penale për secilin nga të dyshuarit. Një tjetër kërkesë që ju bë trupës gjykuese ishte edhe akt ekspertiza për armët, nëse janë apo jo funksionale. Gjatë operacionit të së premtes Puzzle, blut e Tiranës kapën 14 armë zjarri, 12 pistoleta, njëra prej tyre me silenciator dhe 2 automatik, si edhe 2077 fara kanabisi, krehra dhe municion luftarak, 3 automjete dhe 8 celular. Hetimi për trafiku në armëve nisi 5 muaj më parë, ndërsa në 1 prill në pranga përfunduan edhe 2 persona të tjerë.
Policia, pëlqet! Një 67 vjeçar humbi jetën në një aksident rrugor mesditën e kësaj të diele. Ngjarja ndodhi në hyrje të Bilishtit, ku një makinë përplasi për vdekje 67 vjeçarin që po udhëtonte me motor. Sipas policisë, makina drejtohej nga një 25 vjeçar i cili pas ngjarjes u shoqërua në komisariat për t'u marrë në pyetje për rrethanat e aksidentit. Psikologët japin alarmin për shtimin e ankthit dhe depresionit të fëmijët. Dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se shkak kryesor është mjedisi digjital dhe varësia e të vegjëlve ndaj pajisjeve teknologjike. Fëmijët dhe adoleshentët po përballen gjithnjë më shumë me probleme të shëndetit mendor si ankthi dhe depresioni, të nxitur nga ndikimi i mjediseve digjitale. Këtë shqetësim e ngre dhe raporti i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili thekson se hapësirat online po ndikojnë ndjeshëm në mirëqenien emocionale të fëmijëve. Po çfarë thon specialistët e shëndetit mendor për këtë fenomen? Është ulur ndjeshëm mosha kur fillojnë problemet e shëndetit mendor tek fëmijët e më pas tek të rinjt. Simptomat dhe ajo çfarë lidhen kryesisht me shqetësimet referohen tek depresioni, tek ankthi, tek atakat e panikut që ndodhin qysh në moshë të fëmijërisë tashmë, dhe kjo ngre alarmin si tek prindrit, tek pjesa e edukimit tek shkollat, po ashtu edhe te profesionistët ku atyre u duhet të ballafaqohen. Varësia dhe ekspozimi vazhdueshëm ndaj pajisjeve digjitale ka bërë që fëmijët të dëmtojnë perceptimin e tyre, duke i krahasuar veten në mënyrë të pabarabartë me të tjerët. Për ta parandaluar, specialistët thonë se është i rëndësishëm një menaxhim i përbashkët nga prindrit, mësuesit dhe institucionet. Duhet ishte një menaxhim i mirë i rastit, qoftë nga profesionistët e shëndetit mendor, qoftë nga shkolla që është institucioni edukues, po ashtu edhe familja. Pra të gjitha këto së bashku të ngrënë strategji, të jenë pjesë e strategjive kontrolluese dhe koordinuese të platformave, sepse nëse gjërat fillojnë të zbatohen në këtë mënyrë, do të kemi më tepër rezultat dhe parandalim, sepse kur ndodh problemi, kur fëmia ka situata të rënda ose edhe qoftë shqetësime, simptoma të lehta që lidhen me shëndetin mendor, me ankthi, me depresionin, atëherë shumë bëhet me komplikuar situata në kuptimin që ai fëmijë tashmë e ka krijuar varësinë, e ka dëmtuar perceptimin, e ka filluar tashmë ta krahasojë veten në një mënyrë të pabarabartë me të tjerët, vetëm duke qenë pjesë aktive e përdorimit të teknologjisë. Problemet me përshëndrimin, sjelljet agresive, dëshira për vetizolim, mungesa e komunikimit dhe shmangja e situatave sociale janë vetëm disa nga simptomat më të zakonshme të ankthit tek fëmijët. Gjatë muajve të këtij viti ka rënë numri i birësimeve të reja në vendin tonë, pavarësisht interesimit të çifteve, kryesisht të huaja, birësimet janë kushtëzuar nga mungesa e fëmijëve të shëndetshëm. Numri i çifteve në pritje për birësim ka rënë ndjeshëm, nga 50 vitin e kaluar në vetëm 30 gjatë këtij viti. Kjo pasi numri i fëmijëve të shëndetshëm për të birësuar është i ulët. Nuk është se kemi një rritje në fakt të kërkesave, janë pak a shumë të njëjtat. Kjo për arsye sepse dhe janë ndërgjegjësuar që dhe numri i fëmijëve të braktisur në institucion është më i ulët, duke marrë informacion pranë Komitetit të Shqiptar të Birësimeve, janë ndërgjegjësuar për këtë pjesë, por gjithashtu i kanë dhënë mundësi vetes dhe për të patur ndoshta një shtatzani jo në mënyrë natyrale, por nëpërmjet fertilizimit in vitro. Aktualisht ky numër është 30 çifte, që do të thotë ka rënë nga viti i kaluar, që ka qenë rreth 50 çifte, që do të thotë këta 30 çifte që janë në listëpritje, janë duke pritur për një propozim të mundshëm sipas kërkesave të tyre, ndërsa pjesa tjetër e mbetur, që thash nga rreth 50 çifte që kanë qenë në vitin e kaluar, këta një pjesë kanë birësuar, një pjesë janë tërhequr nga procedura për arsye personale, me kërkesë të nënshkruar prej tyre, ose disa kanë arritur edhe të kenë shtatzani të tyre. Mungesa e fëmijëve të shëndetshëm për birësim ka bërë që numri i kërkesave të tejkalojë ndjeshëm atë të birësimeve. Numri i kërkesave e kalon numrin e birësimeve, duke qenë se fëmijët të shëndetshëm, të cilët janë të deklaruar të braktisur me vendim gjykate, arrin të birësohen menjëherë, edhe pse ky numër nuk është në rritje. Pra, fëmijët të shëndetshëm
që janë kontingjent për të birësuar nuk ka në institucion. Pra, dhe ne në lispritje kemi fëmijë kryesisht që janë në moshë madhore ose me probleme të rënda shëndetësore apo të shëndetit mendor. Nga ana tjetër, çiftet e huaja, ndryshe nga ato shqiptare, tregojnë gatishmëri për të birësuar edhe fëmijë me probleme shëndetësore apo më të rritur. Çiftet e huaj janë më shumë të predispozuar që të birësojnë fëmijë me problematika shëndetësore në moshë madhore, të një race tjetër, apo dhe probleme të shëndetit mendor. Grupmosha më e kërkuar mbetet ajo 1 deri në 2 vjeç, ndërsa fëmijët mbi 10 vjeç kërkohen shumë më rrallë. Një automjet është përfshirë nga flakët teksa ishte në lëvizje pranë tunelit të Krabës në afërsi të fshatit Dopaj. Zjarri ka shpërthyer papritur në pjesën e përparme të makinës, duke detyruar drejtuesin e mjetit të ndalojë menjëherë dhe të dalë nga mjeti. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa makina është djegur thuajse plotësisht. Shkak dyshohet se është bërë një defekt teknik në sistemin elektrik të automjetit. Shtrëngimi kredive për apartamente sipas ekspertëve nuk pritet të jap efekte të shpejta dhe përrjedhoj të sjell ulje të çmimeve. Adrian Civici thotë se masat përveç kontrollit të riskut mes bankave e klientëve synojnë kufizimin e orientimit të kapitalit në tregun imobiliar. Me hyrje në fuqi të masave shtrënguese të Bankës Qendrore për kredit për banesa, pyetja që shumë individ bëjnë është: të vijojnë me shitblerjet apo të presin se si do të reagojë tregu? Eksperti i ekonomisë Adrian Civici thotë se efekti masave nuk do të jetë i shpejtë, por qëllimi i tyre është një kontroll më i mirë i ofertës në treg. Tregu nuk pritet që të reagojnë në mënyrë imediate, sepse kërkon dhe kohën e vet që të ndihen efekti këtyre masave, por gjithsesi ajo që synojnë këto masat është në një farë mënyrë një frenim ose kontroll i ofertës për sa i përket apartamenteve të reja. Nga ana tjetër, kërkesa vazhdon të jetë shumë e lartë dhe besoj që vetë tregu do dojë akoma kohë që t'i korrektoj çmimet, t'i stabilizoj ose të mendojmë që edhe mund të jenë në ulje. Sipas Civicit, heqja e mundësisë për të marrë 100% të vlerës së pronës kredi nuk është një shtrëngim që vjen nga ndonjë krizë në horizont, por janë masa që kanë një efekt parandalues. Këto konsiderohen masa makroprudenciale parandaluese, që Banka e Shqipërisë, ashtu si dhe bankat tjera qendrore, i marrin her pas here për të eliminuar mundësinë e krijimit apo shpërthimit në ifllucke, këtë rastin e ndërtimit për sa i përket këtyre masave që u morën. Nuk janë masa që janë të ndikuara nga një krizë reale aktuale, po janë masa parandaluese që kanë të bëjnë pikërisht me faktin që të shpërndahet risku. Por eksperti ekonomis jep edhe një tjetër arsye pse u morën masa të tilla. Është dhe një mënyrë për të kufizuar orientimin e kapitaleve dhe investimeve në mënyrë kaq masive në sektorin e ndërtimit, në sektorin imobiliar, sepse ky fenomen nisur nga eksperienca e krizave të ngjashme në vende të tjera, shenjat e para të krijimit një fluke ka pikërisht një orientim shumë të madh të investimeve dhe kapitaleve në këtë sektor. Që pas pandemisë, ndërtimi dhe tregu i shitjes së pronave janë 2 nga 3 sektorët që bashkë me turizmin po udhëheqin rritjen ekonomike, ndërsa tregu i pasurive është sektori i parë që po dominon në investimet e huaja për disa vite rresht. Viti 2024 u mbyll me 318 milion euro investime në këtë treg. Të martën, maturantët do të japin provimin e parë, atë të gjuhës së huaj. Nxënësit thonë se kanë nisur përgatitjet që në muajin janar për lëndët në të cilat do të testohen njohuritë e tyre. Përgatitjet për testet e maturës shtetërore janë drejt përfundimit, teksa maturantët ndodhen vetëm pak ditë larg provimeve. Sipas tyre, kjo periudhë ka qenë intensive dhe domosdoshme për të strukturuar informacionet e përfituara gjatë 3 viteve të gjimnazit. Mendoj që ka qenë shumë e nevojshme, duke qenë se ne kemi marrë një informacion mjaft të gjerë, që nga viti i parë deri në vitin e tretë, janë koncepte të cilat kishin nevojë për përsëritje dhe seleksionim. Kjo na ka ndihmuar goxha, na ka ndihmuar të fokusohemi në pikat kryesore të cilat do na nevojiten për këto provime. Kemi kohë që përgatitemi, kemi bërë konsultime të vazhdueshme që nga janari, por përgatitja ka filluar që në fillim të vitit. Mësuesit kanë bërë zhvillimin e testeve të ndryshme ndër vite të maturave
gjatorëve të mësimit. Maturantët kanë zhvilluar gjithashtu edhe testet provë përgatitore, të bazuara në tezat e viteve të mëparshme, një proces që ka shërbyer për njohjen më të mirë të strukturës së provimit dhe disiplinës që ai kërkon. Ne kemi zhvilluar në fakt siç do zhvilluan provimet e maturës, secilin provim kemi bërë si fillim bëm anglishtën, pastaj gjuletërsinë dhe më pas matematikën, edhe ndarjen në klasa e bëm siç do jemi në maturë që të mësoheshim pak këdo kishim afër me procesin, kemi dorëzuar telefonat, çdo gjë është kryer si atje. Vështirësia nuk mu duk shumë e madhe, sepse mora notat që prisja të merja. Na u shpjeguan gjërat si do zhvilloheshin, si do shpërndaheshim nëpër ambiente, pra, edhe prandaj edhe kuptohem pak a shumë procedurën që do ndiqte edhe te shkollat ku do shkonim, ku do organizoj testimin. Për sa i përket lëndëve me zgjedhje, pas plotësimit të formularit A1, A1Z, pjesa më e madhe e maturantëve kanë ndjekur të njëjtat prirje tradicionale të viteve të fundit, duke fokusuar zgjedhjen në lëndët me karakter shkencor, me interes të lartë në informatik. Përgjithsisht, nxënësit orientohen drejt profesioneve apo dhe drejt kërkesave që kanë fakultetet. Shumë fakultete kanë të përcaktuara lëndët të cilat nxënësit duhet punojnë matur, por që duhet kenë provime zgjedhje. Kështu që në këto fakultete përgjithsisht nxënësi është i detyruar që të bëjë një zgjedhje të saktuar në lidhje me një lëndë. Por në shumë raste ka ndodhur që nxënësi ka zgjedhur një lëndë tek e cila ai ndihet i sigurt për sa i përket provimit maturës, ndoshta fakulteti nuk ja u kërkon si një domosdoshmëri, por ama ka zgjedhur lëndën ku ai është më i sigurt. Po, shkolla jonë e ruan akoma këtë traditë, ne kemi shumë nxënës të cilët zgjedhin lëndë shkencore. Por njëkohësisht kemi vënë re që vazhdon kjo tradita për të zgjedhur ekonominë apo qytetarinë. Maturantët do të nisin zhvillimin e provimeve që prej datës 3 duke përfunduar me 24 qershor. Të gjitha provimet do të fillojnë në orën 10:00 dhe do të zgjasin 2 orë e 30 minuta. Banorët të fshatit Kolanec në Maliq, por edhe vizitorë të shumt janë bërë bashkë në edicionin e parë të festës Qershim mbi art dhe trashëgimi. Aktiviteti ka për qëllim promovimin e gatimeve tradicionale dhe bukurive natyrore të zonës. Me qëllim promovimin e kulinarisë dhe krijimin e një tradite festive të përvitshme, në fshatin piktoresk të Kolanecit, vetëm 5 kilometra nga qyteti i Maliqit, u organizua këtë fundjavë edicioni i parë i panajirit Qershim mbi art dhe trashëgimi. Një nis me Bashkisë Maliq në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Me synim promovimin e trashëgimisë së pasur të zonës, kulinarisë, artit vendas dhe bukurive natyrore që ofron Kolaneci, kryetari i Bashkisë Maliq Gëzim Topçiu e konsideroi nismën një hap drejt zhvillimit të mëtejshëm të turizmit rural. E meritonte Kolaneci këtë fest, këtë organizim, do jetë traditë për të gjithë vitet. Patjetër do të jemi mbështetje jo vetëm në Kolanec, por edhe në fshatra të tjerë për risi të tilla. Ne sapo kemi filluar një investim për rrugën e fshatit. Besojmë që viti tjetër do ketë më shumë njerëz, do jetë më bukur se sot, falë edhe mbështetjes që do të ketë vetë bashkia për këtë fshat. Besoj se do bëhet një traditë që do flas gjithmonë në fund të majit dhe në fillim të qershorit do flas për Kolanecin dhe për Maliqin. Banorët e zonës shprehen vlerësim për përpjekjen e promovimit të zonës. Ky është panajiri i parë. Edhe të gjithë ky fshat është ngritur në këmbë për ta shijuar e për ta gëzuar këtë ditë të sotme. Erët e tjera do ta bëjmë aq mirë sa nuk ka ide. Të gjithë banorët prezantuan gatimet me receta tradicionale të vendit të tyre. Mish të thatë pastërma, oshape, drant kartë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.